Bismillahirrahmanirrahim. Vllazëni, e kemi hadithin e nipit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abu Muhammad Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Nipi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam transmeton duke thënë: ka mbajtur mend për arsye që ky ka qenë i ri dhe këtë hadith e ka transmetuar pas jorrit. Nga i dërguari i Allahut sa ai ka thënë: lera atë që të duket e dyshimt, qoftë halal apo haram, e dobishme apo e dëmshme, dhe pranoj atë që nuk të duket e dyshimt. Transmeton Tirmidhiu dhe Nesaiu. Tirmidhiu ka thënë: ky hadith është hasan i mirë, hasan as-sahih. Hasan arabisht është Hasan ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Është nipi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, djali i Fatimes radiyallahu anha. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës tina ja ka kënu doan e mësyshit Hasanit e Husajnit. E dyta i ka prej kurbanët e akikës për nipat e vet. Do të ky bjen gjyshi i dajve. E treta, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pas ulun në prehen Hasanin radiyallahu anhu. Edhe ka thonë, e ka qujt inne ibni hadha sayyidun. Ky djali im është zotni. Ka me bo zoti sebeb që dy superfuqit muslimanëve me u bashku. Pas vrasjes të babës tij, Aliut radiyallahu anhu, nga Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji Havarij, muslimanët ja dhanë besën Hasanit për më udhëheq shtetin islam. Në anën tjetër ishte ushtria dhe populli i Shamit që ja dhanë besën Muawiut radiyallahu anhu, dajes së besimtarëve, shkruasit të Kur'anit. Hasani radiyallahu anhu, duke pa gjendjen e muslimanëve, lëshoi u bashkuan muslimant dhe udhëheqjen e mori mbretërin Muawiu radiyallahu anhu, cilën kishte paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë 40 vjet do të jetë udhëhesi khulafa ar-rashidin, thumma yu'ti Allahu mulkahu man yasha. Pastaj Allahu gjithashtu do t'i jap pushtetin e tij këtë doj. Allahu ka dhënë që këtë pushtet muslimanë me mor Muawiu radiyallahu anhu. Për atë, dietarët e fesë kanë thonë, për respektin të cilën Hasani radiyallahu anhu e ka lënë udhëheqësinë kur njerëzit ja dhanë besën. Mehdiu, Muhammad ibn Abdillahi, Mehdiu që do të vjen, do të del dhe do të njihet. Sipas dietarëve eminent botës islame, thojnë që është nga trashëgimtarët e Hasanit radiyallahu anhu. Nga trashëgimtarët e Hasanit radiyallahu anhu, për arsye që ai ka lshupe, ka dhënë dorë nga një moment që ka mujt më udhëheq botën islame, mirë po për shkak të një interesi të madh. Ka lshupe, edhe ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjyshi i tina, ai i cili është modest për Allahun, Allahu ka më ngrit. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, taraka shay'in lillahi awwada Allahu khairan minha, kur shëlen një punë për Allahun, Allahu ka më zaventsu me një më të mirë e më të vërtet të mira që do të ndodhin në kohën e Mehdiut. Sidomos që e falendron Allahun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur të falet Isa alayhi salam pas një pasuesit të umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë kur zbret Isa alayhi salam, kështu është një rregull e fikit që është mirë me ditë, me praktiku. Pse nuk del Isa alayhi salam imam në xhamin e Damaskut? I thët Mehdiut, leke uqimet, ikameti o bo për ty. Shpesh ndodh në xhami, bëhet ikameti, i thët mëzini dikuj për juve, kur mungon hoxha. Vlla apo del imam.
edhe bën ikametin me dal imam njëri për juve. Në ato momente hin dikush, nuk bën me dal imam. Për arsye që ikameti nuk u bë për ato që është hyrë, mirë për ato që ka qenë prezant. Në qoftë se kish bë me dal imam, se pas ti namazi muslimanët janë fal mas Isës alayhis salam. Mirë po këtë namaz Isa ka fal pas Mehdiut dhe nuk e ka fal para tinas. Për arsye që i ka thonë leke ukimet për ty është bërë ikameti. Hasani po thot ka mbajtur mend nga i dërguari i Allahut, e kemi cek në ligjratat e kaluara që lejohet që fëmia të transmeton diçka nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pasi të hyn bylyk. Edhe dyta që e kemi cek, lejohet në qoftë se një pabesimtar kanë dëgjuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës së kufrit të tij. Mirë po kur e ka transmetu pasi ka hyrë në Islam. Në qoftë se ka transmetu pabesimtari diçka që ka pa gjatë jetës tina dhe ky person ka vdekur si pabesimtar, nuk quhet hadith për arsye që një prej kushteve të hadithit që një më kon adel i drejt e pabesimtari nuk është i drejt asnjëherë. Ky hadith na urdhëron që njeriu të largohet nga veprat që i shet të dyshimta, tek të cilat nuk gjen qetësi në shpirtin e tij, e si rrjedhoi, ngushtohet dhe tundohet në shpirt, për të shkuar drejt atyre veprave tek të cilat zemra i qetësohet dhe shpirti i rahatohet. Ky hadith është i ngjeshëm me hadithin që kemi shpjeguar para disa ditëve të Nu'man ibn Bashirit radhiyallahu anhuma, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ai që ruhet nga gjërat e dyshimta me këtë veprim ka ruajtur fen dhe nderin e tij. El halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halali është i qartë, harami është i qartë, o bainahuma umurun mushtabihat. Dhe mes halalit dhe haramit ka gjëra të dyshimta, thot pejgamberi sa ai që ruhet nga gjërat e dyshimta me këtë veprim ka ruajtur fen dhe nderin e tij. Ndërsa ai që bie në veprimin e të dyshimtave, si rrjedhoi bie në veprat e ndaluara harame. Të dyja këto hadithe tregojnë se një njeri që do të ruhet duhet të largohet nga konsumimi i ushqimeve që janë të dyshimta. Ashtu sikur se ka të ndaluar të ushqet me ushqime haram. Domethënia e këtij hadithi referohet ruajtjes nga gjërat e dyshimta, kundrejt halalit të qartë. Besimtari nuk ndjen ndonjë dyshim në zemrën e tij, në kuptimin që të sjellë shqetësim, frikë, alekundje. Përkundrazi, halali sjell qetësi dhe siguri në zemër, ndërsa gjërat e dyshimta shkaktojnë shqetësim dhe pasiguri dhe si rezultat e kanë me dyshim. U mundova me cek një ngjarje që ka ndodhur prej selefit që shënujt prej gjërave të dyshimta. Ibn Muareki thot, një rob e asaj kohe nga Ahwazi i shkoi Hasan ibn Abi Sinanit, ku i thoshte se kallomi i sheqerit e kishte goditur një smundje. E përpasoi kërkonte të blinte sheqer aty ku ishte në atë momente. Ndaj edhe Hasani bleu të një njeri, por e pagoi pak. E ka pagu sa i ka thonë. Mirë po tash e kuptojmë pse dietarët kanë thonë e pagoi pak. Megjithatë, për kësaj sasia i fitoi 30.000. Me pas shkoi te personi tek i cili kishte blerë sheqerin dhe i tha: "Robi im me ka shkruar dhe me ka njoftuar për shtrejtimin e sheqerit. Për shkak se në vendin ku kanë qenë këta, nuk kanë mundësi me nxjerr sheqer për shkak që goditen bashqet, që shprishën mielrat e kështu me radhë. Por unë thët nuk të kam njoftuar se kështu i ka ndodhur kallamit. Kështu që anuloje këtë shitblerje." Hasanin po don me anulu. Ai tha, mjafton që më njoftove tani. Nuk putu, mjafton. E mora vesh. Për mua është në rregull, se ky kur e ka shit me çmimin e tregut. Nuk e ka ditur se çfarë ka ndodhur në vendet përreth. Por duke qenë se nuk ndihej i qetë, Hasani shkoi përsëri dhe i tha: "Kësaj marrëveshje nuk jam qasur përmes rrugës së duhur, ndaj dua të anulohet." Hasani vazhdoi tek e mgulte derisa tregtari ju përgjigj Hasanit dhe e anuloi shitblerjen, që me të vërtetë nga kjo shitblerje do të kishte fituar një shumë jashtëzakonisht të madhe. Po duhet të cek dy ngjarje që njëra i ka ndodhur Sheikh Albani, ndërsa tjetrën e tregonte Sheikh Ali
El Halebi me një ndej me disa tregtarë të mëdhej të Jordanisë. Dhe isha prezent i vetmi si huaj. Sheikh Albani, kjo është shit për gjithë tregtarët. Shitsi i drejtë. Shitsi, po duhet fol për shitcat. Në qoftë se vjen një njeri dhe dëshiron me ble, nuk i lejohet me shfrytzu ignorancën pa dijen e tij ngritjen e çmimit. Nuk lejohet. Ose nuk lejohet me ngrit nevojën e tina. Sidomos tani që kemi sezonën kur njerëzit kanë dasma, do thot fluturojnë çmimet. Dhe njerëzit nga nevoja, nga mosdia, do shta blejnë një robë që ndoshta para disa ditë voshit 10 herë ma lirë. Sheikh Albani i ka thonë një tregtarit, ma siguro një burë, një kënd me vaj të lirit. Tregtari ka një që lejohet me fitu kaç përqind nga baza e fitimit që ka ble. Edhe ashet Sheikh Albanit. Sheikh Albani e blen, nuk pyet. Edhe atje ka qenë, sidomos të familjes që kanë pas të ardhat e dopta, në qoftë se kanë siguru vajin e ullinit, pavarësisht e kanë hek mëngjesin e vitit. Për arsye që kanë pas tradit me mor bukën e tyre me ngjy në vaj, në zater, djadh, vo, edhe me kry mëngjesin, edhe me i gotë çaj. Sheikh Albani, kur i pyet ka sa e keni marr, të ne ke i thonë, atë konten, që pavarësisht i ka 16 litra, apo 16 kg, ja tregojnë çmimin. E kupton se çmimi i cilën e ka bler Sheikh Albani ka qenë jashtëzakonisht më i lartë se çmimet tjera, dhe gjithë ju kanë përgjigje, ka thonë ky është çmimi i tregut. I shkon. Këtë mirë ka pas Sheikh Albani, se për me sqaruar të vërtetën asnjëherë nuk është vonu dhe nuk është tërpru. Dhe thot, nuk të ka leju ty besimi im në zemrën time ndaj teje me ngrit çmimin. Të nuk më ngrit me fetvën tonë. Pra arsye që ti ke leju se lejohet me fitu njeriu kaq nga baza e blerjes. Ka thonë ti nuk e ke marrë fetvën teme me ngrit çmimin, mirë po ke marrë besimin tim me mashit. Pra arsye se çdo kush rreth teje e shesin me kaq dinar të Jordanisë ma lirë. Dhe Sheikh Alia, ku tregoi këtë rast, tha, ju si tregtar, nuk lejohet me shfrytzu paditurin e para, besimin e dyta që kanë besimtar ndaj juve, me ngrit çmimet nga çmimi real. Derisa ajo që është mes juve që jeni tregtar, asnjëri nuk mundem janë shu tjetrit. Ai që ta blen ma shtrejt, apo ai që ta shet ma lirë, edhe shitja dhe blerësi në ka dinë pse u ka shet ma shtrejt, edhe pse u ka blen ma lirë. Në qoftë se e ka blen ma shtrejt, u ka dinë se që kjo, apo që ky produkt, mas pak ditëve ka me pas nevojë në treg. Sidomos, në qoftë se prodhimet nuk janë vendore, si klimat gjatë verës. Qoftë se dikush shkon pranë verë dhe thotë po duam të blej sa klima e ki 200 klima, po duam i blej krejt. Shitsi, kur ta shesh që ka duam i blej krejt, do shta e ka 300 euro, thotë 310 euro. Edhe i blen. Ta këtu nuk ka tha për arsye që edhe shitsi, edhe blesi dytë janë njohur ditur atë që ka veprojnë. E kundërta e atij që me të vërtet nuk din, e pratë muslimani, sekund rastin e Hasanit, do të jetë i sinqert. Një sahabi del me blen një kafsh. E shete një kali. E shet kalin, e shet llojin e kalit, i thot sa shet. Ka qenë, nëse nuk më mashtron memoria, Xhabiri radiallahu anhu. Thot kushton kaq. Thot jo. Ky kali thot i ka vleftë edhe më shumë. E ka ble atë kali për arsye që ja ka dhënë besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ko me këshillu çdo musliman. Dhe ju ka kujtu kjo besë që ja ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë shitsit, do ishte trati dhe thyrje e besës simen ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ko me këshillu çdo musliman
e pe këshillit musliman është se kalujet nuk e meriton 200 dirhem, mirë po çmimi i tij i saktë 700 dirhem. Dhe ka pagu 700 dirhem dhe ka ble pasurinë e tina. E pratë, e lutë Zotin që lëshon se t'jemi sinqert, çdo herë kur blejmë dhe çdo herë kur shesim. Ibn Xhepi, në librin e tij Xhamil Ulum wal Hikam, thot: kuptimi i këtij hadithi konsiston në largimin nga të dyshimtat dhe ruajtjen e vetes prej tyre. Duke qenë se për haramin e mirëfillt, besimtari nuk ka dyshimin e zemrën e tij. E di se është haram. Dyshimi është në kuptimin e ngushtimit dhe tundimit. Përkundrazi zemra dhe shpirti i tij mbeten të qetë. Ndërsa në dyshimet, zemrat ngushtohen dhe tundohen, si pasojë e dyshimit që ndodhen në to. Në një pjesë tjetër, Ibn Xhepi thot: këtu mbetet diçka që duhet kuptuar mirë. Investigimi i imtësishëm dhe në ndalimin nga të dyshimta vlen për atë nivel besimtari që i ka të përmirësuar të gjitha aspektet e tjera, e që janë përzirë punët me devotshmërinë dhe frikë respektin që posedon. Ndërsa për atë besimtar që bien e kryen haramet të qarta, e me pas kërkon të ruhet nga imtësitë e dyshimta, do të haramet të qarta, pastaj lyp ato dyshimta, kjo nuk është e pranueshme. Për këtë gjë, ai duhet të kritikohet. Siç u ka thënë Abdullah ibn Umeri, radiallahu anhu, banorëve të Irakut, të cilët e pyetën një pyetje interesante. Çka kanë pyetur banorët e Irakut? E pyetin për gjakun e mushkonjes, duke u thënë. Abdullah ibn Umeri thotë: "Me pyesni për gjakun e mushkonjes, ndërkohë që keni vrar Hyseinin radiallahu anhu." Ishte është pak më gjatë. Do thotë pyetja, do thotë çfarë pyetje bën? Për gjakun e mushkonjes, sa lejohet me myt me shkonja në çabe, edhe gjaki i cili bjen në rroba apo në përdura është i pastër apo i papastër. Thotë ju pe bëni këtë pyetje ku keni myt Hyseinin, nipin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë Abdullah ibn Umar, unë kam dëgjuar të dërguarin Allah duke thënë, ata të dy, Hasani dhe Hyseini, janë dy të emrit e mi në këtë botë, dhe padyshim se dy janë shahid, për arsye se sipas transmetimeve të sakta. Hasanin radiallahu anhu e kanë vrarë pasi ka dhënë dorëheqje për ta udhëheq shtetin Islam Muawiya radiallahu anhu. Dhe lutim Zotin xhaleshanuhu që na bashkon me të dytë. Dëshmorët, nipat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të në xhenetin e tij. Përfitimet që nxjerrim nga ky hadith janë braktisja e veprave të dyshimta dhe kryerja e veprave që nuk mbartin dyshime. Braktisja e veprave të dyshimta e qetëson shpirtin dhe e ruan atë nga çdo provokim. Lutim Allahun xhaleshanu xhelalu me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta, që gjithmonë të jetojmë, të punojmë, të fitojmë halal, të shpenzojmë halal, të kryjmë veprat që me të vërtetë i kemi zemrat e qeta dhe mos kryjmë asnjëherë haram apo dyshimta që asnjëherë nuk mund gjem qetësi qoftë ditën apo natën. Edhe preokupimi më i madh i besimtarëve është që çysh do i dalim Allahu xhaleshanu duke bërë harame apo duke bërë vepra të cilat nuk e dim hukmin, vendimin e tyre. Për atë e lutim Zotin xhaleshanu që më na shtu diturinë e me shtimin e diturisë largohem nga punët, qofshin ato haram apo qofshin ato të dyshimta. Zoti ju shpërblet gjithëve, inshallah takohem në ligjata të ardhshme.